Prishtinë më sakta, se Prishtina njihet për jetë natës ma të avancume, kështu ma zhvillume. Realisht, që shtë dhe graniti jo diçka specifikisht që ka ndodh, më ndodh që kam mësu nashta naj helmim, ose edhe kanë menu që i ka ndodh diçka në pije, se ka thonë në i pita për shamu veç 3-4 pije, one zakonisht jo mirë, nuk përnina mirë, kanë shku në ambulant, po nuk është diçka që e kanë gjetë që për qitë arsyje. Më ndodh që naj helmim ose diçka, po jo diçka kështë ndonjë. Diçka me rënë substancë ose diçka? Dhe ta shumë në s'kom një edhe. Sot e di që ka hongër ma herët, ose që ka pije dhe ma dhe normal ajo që... Me hongër pite, me dole pije. E vlen. Jo, i kine se nuk a boj të ke punu edhe jashtë Kosovës. A na bën një dallim do shta si janë nejat jashtë edhe në Kosovë? Realisht, tashtë në Prishtinë janë nejat, sidomos jashtë a sezonës, kur nuk janë edhe mërgjimtarët, janë pak ma të mira realisht, adin se nuk dominon edhe shumë Shqipja. Kur del jashtë, i ki shumë a shumë që kanë qef me ngu Shqip, edhe nashta që kjo është dalimi mes këtuhit edhe kur del jashtë, që më ka roma shumë veç të shqiptarët me lëshu, adin e për Evropë, në Anglije. Rinura. Po kontrollet? Shemë kjo pjesa e kontrolleve dalon shumë nga vendet Kosova nga vendet jashtë? Realisht, sot që më ka romi hinë për kontrola, me po që ndosë, zakonisht DJ-ja me atë pjesën që hinë backstage, nuk e shë. Po mosha është e njëjtë, a janë moshat e njëjta që frekuentojnë jetën e natës në Kosovë, në ato vendet jashtë? Realisht po, është njëjtë, është si procedurë jetësore me nej, se çdo i ri fillon me daljet natës, këta që i bojnë djetë tani fillojnë me nejtë me për neja pak ma qeta. Klubin realisht janë shumë me mosha pak ma, adhe ma të reja, në mund 18, dhe i dykon 25, të 6, kjo mosha që sile zakonisht, edhe jashtë edhe këtë, po besoj. Fatmirësisht,